Mungesa e tregut të sigurt të shitjes dhe rënja e çmimit kanë ulur ndjeshëm interesin e fermerëve në malsinë e madhe për kultivimin e bimëve mjekësore dhe aromatike. Sipas fermerëve, 10 ton sherbel kanë mbetur stok në magazina, pasi çmimi i ofruar nga grumbulluesit është nën koston e prodhimit. Ndërkohë, një tjetër faktor që po rëndon situatën është dhe mungesa fuqisë punëtore, e cila ka rritur koston dhe ka vështirësuar procesin. Ka rënë interesi krejt. Unë kam gati 40 kintal sherbele kam bërë tash 2 vjet. Afrojnë tregtar, thonë 400 lekë tonë virus. 700 lekë. Fuqia punëtore, s'ka, ka nikë. Një grua me dash me korë sherbel, ato janë ka 50 vjeqe, ka 25.000 lekë, i ba fugoni, sherbela 50.000 merë fugoni me transportua punëtorët. Nuk po punohet sepse është bloku tregu, nuk ka treg. Dhe sot shitja e sherbelës është nën kostën e prodhimit. Dhe unë nuk mund të ashes me këtë çmim, do të dërom një ditë të ashes, se unë s'kam se pse la aty, por që jo me punu ma me këta kulturë. Sipas specialistëve të Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, vitet e fundit është vërejtur një rënje ndjeshme sipërfaqeve të mbjella me bimë medicinale dhe aromatike. Në vend të tyre, fermerët po orientohen gjithnjë dhe më shumë drejt kultivimit të duhanit, i cili ka kërkesë më të lartë në treg dhe çmim më të favorshëm grumbullimi. Në marcinë e madhe, sipërfaqja e duhanit është rrit dhe tendenca është të rritet. Çmimet e fundit e kanë stimuluar fermerën të rrisin sipërfaqen e duhanit. Ka fermerë që mbjedhin sipërfaqe 4 hektar, 5 hektar duhan dhe me atë sipërfaqe kanë marrë familjen. Malësia e Madhe njihet si një nga zonat me prodhimtarinë dhe eksportin më të lartë të bimëve mjekësore dhe aromatike në Shqipëri. Por rritja e kostos së kultivimit dhe luhatit e çmimeve në tregjet ndërkombëtare po ndikojnë në të kurrjen progresive të këtij sektori.